Ka një lloj ironie që nuk e shpik dot as satira, në rastin kur një i pandehur bëhet avokat i një të pandehurit tjetër dhe të dy duket se kanë rënë dakord për të njëjtin sport kombëtar, shtyrjen pafund të seancave gjyqësore. Në njërin anë kemi Plarent Ndrecën, që paraqitet rregullisht në gjykatën e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar si i pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Në anën tjetër, po i njëjti person me kostumin e avokatit mbron Erion Veliajn, të akuzuar për korrupsion, shpërdorim detyre dhe fshehje pasurie. Një situatë që ngjan pak si më lër të tregoj si shmanget drejtësia, ndërkohë që po e provoj vet live, sepse për çudi apo jo edhe aq, strategjia është e njëjtë në të dy frontet. Kërkesa procedurale, pretendime për akte të paplota, nevoja për kohë shtesë dhe mbi të gjitha, arti i zgjatjes pafund të gjyqit që vetë kanë kërkuar me aq ngulm. Në një sallë gjyqi, Ndreca është i pandehuri që kërkon kohë, ndërsa në tjetrën është avokati që kërkon kohë. Një performancë multitasking juridik që meriton të futet në kurrikulat e shkollës së magjistraturës, si të jesh njëkohësisht klient dhe strateg i vonesave. Ironia bëhet edhe më e trash kur kujton natyrën e akuzave, njëri për barazi të shkelur në tendera dhe tjetri për korrupsion, dhe të dy mbrohen me një filozofi të përbashkët. Koha është drejtësi, sa më shumë kohë, aq më pak drejtësi. Në fund, publiku mbetet me një pyetje të thjeshtë. A është kjo mbrojtje ligjore apo një kurs i avancuar leksioni për t'i mbijetuar drejtësisë? Sepse kur i pandehuri për një vepër penale bëhet avokat i një tjetri për një vepër tjetër penale dhe të dy përdorin të njëjtin manual për të shtyrë procesin, nuk kemi më vetëm një çështje gjyqësore. Në fakt kemi një bashkëpunim krijues, ku njëri është në bankën e të akuzuarve dhe tjetri në këmbë, por me të njëjtin qëllim, të mos mbarojë kurrë loja.